Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Active by Flex, podcastin dedikuar mirëqenies dhe mekanizmave të ndryshëm për të arritur tek ajo, ndërmjet nutricionit, ndërmjet stërvitjes dhe sigurisht ndërmjet parandalimit të plot kërcënimeve që mund të ketë në shoqërinë moderne. Sot kemi një temë e cila është dedikuar tërësisht tek nutricioni, por nga një këndvështrim tjetër. Në shumë podcaste apo në shumë emisione të ndryshme që janë zhvilluar deri më sot në Shqipëri, nutricioni është trajtuar në forma po themi generaliste ose forma të përngjashme me shtete tjera. Sot kemi një fokus më të veçantë për sa i përket nutricionit, duke marrë për bazë sjelljet shqiptare ndaj ushqimit, një kalim historik mbi arsyet se pse shqiptarët kanë X apo Y produkte të preferuara, mënyra gatimit preferuar, si vjen origjina jon, që nga le të themi epoka ilirike, edhe pse nuk ka informacione të detajuara, sigurisht mund të bazohemi në informacione le të themi bazike, të cilat qarkullojnë në për libra të historianëve të ndryshëm të cilët janë fokusuar. Në historinë shqiptare është shkruar jo vetëm për ilirët, për mënyrën se si janë ushqyer, por edhe për periudhën e Skënderbeut, biles ka fakte le të themi detajuara të dietës Skënderbeut dhe të ushtrisë së tij, cila është mjaft interesante dhe tregon që mbase mënyra e ushqyerit atëherë është pak e ndryshme me periudhën le të themi e para 100 viteve apo periudhës së komunizmit. Sigurisht ne nuk do të kemi një emision të fokusuar tek historia e ushqimit shqiptar, por do të analizojmë dhe prekim pak historinë për të kuptuar se pse ne sillemi në një mënyrë të caktuar kundrejt ushqimit. Dihet se cila është përqasja e këtij podcasti, jemi të orientuar përgjithsisht, jemi kolegu që po më shikon në këto momente dhe jo kolegu profesional, po kolegu brenda këtij emisioni, sepse ai është një mjek, ndërsa unë jam thjesht një gazetar. Është i orientuar dhe preferon dhe ka dhënë argumentet e tij vazhdimisht brenda këtij emisioni sepse dieta paleo, pra dieta që në një lloj forme janë ushqyer paraardhësit tan përpara periudhës agrare, është le të themi dieta më e përshtatur me organizmin njerëzor dhe ka përfitime të ndryshme akoma dhe sot në një shoqëri moderne. Altin Habazaj nuk do të zgjatem më sepse shoh që do të ndërhy. Jemi me Altin Habazaj. Përshëndetje Altin. Përshëndetje Rudi. Përshëndetje të gjithëve. Si je? Mirë të shoh. Ndërkohë Altin do më lejosh vetëm të përmend edhe aktorin e tretë, që nuk jemi vetëm ne të dy, por është dhe Flex, brandi Flex, i cili jo vetëm që ofron ambiente për të stërvitur, tashmë njihet në komunën e Parisit tek kompleksi Kika 2 për një palestër e cila funksionon prej vitesh, por tashmë vjen edhe me një ambient të ri i cili do të përfshijë shërbime të tjera, sikurse janë spinning, sikurse janë crossfit, sikurse janë gjithashtu pilates, një ambient i cili gjithashtu ndërmjet Flex Catering dhe Flex Kitchen ofron një dietë cila është e ekuilibruar dhe e ndërtuar pikërisht për të ndërtuar një trup të shëndetshëm, por jo vetëm aq, për të shmangur sëmundjet metabolike që janë, le të themi, edhe shqetësimi më i madh i këtij shekulli. E zgjata pak Altin, unë e di që ti je një njeri që e ke studiuar, po themi, dietën dhe ke rënë konkluzionet e tua duke u munduar të kuptosh se si funksionon organizmi njerëzor që në fillimet e tij. Dhe prandaj dhe mendoj se konkluzioni që paleo është mekanizmi që ne jemi përshtatur për mbase miliona vjet. Për gjithë ata që nuk besojnë tek evolucioni, pastaj mund ta shkojnë thjesht për argëtim emisionin, po a mendon së pari fare ne në linjën tonë genetike, të paktën nga studimet që janë bërë, një pjesë e mirë e jona është një komunitet pasardhës i njerëzve që kanë jetuar në zonat e stepave të Ukrainës, po themi, ose të Rusisë. Që jemi pak a shumë RYB 066 ose Z2705, pra kjo është, le të themi, dy haplogrupe që janë linje pastër pasardhëse ilire. Dhe ata kanë qenë nomad dhe blegtor. Para se të jenë blegtor kanë qenë nomad, pra njerëz që lëviznin, gjuanin dhe biles është interesante, unë i përkas atij haplogrupi, është interesante që në gjetjet e skeleteve të para 10.000, 12.000 viteve përpara, gjatësia mesatare e atyre grupeve çuditërisht është rreth 1.81. Do të thënë, në raport me gjatësinë mesatare që kemi ne në borsh sot, po themi, që jemi pasardhës të atyre, është rreth 10 cm më e gjatë. Sigurisht që janë rezultati e ndryshimeve nutricionale që kanë ndodhur në vite. Por ne teorikisht dhe praktikisht jemi pasardhës të këtij grupi
gjenetik të themi, pellazgo-ilirëve, të cilët kanë qenë popull blegtoral. Vetë fakti që popullsitë në ato kohra jetonin në zona pyjore, malore, dhe për të shmangur kontaktet me armiq të themi, i ka detyruar që të jetojnë në një mënyrë të tillë, në një mënyrë si gjuetar me produkte të pyllit të themi, dhe kanë pasur një përqasje shumë të vogël në fusha. Domethënë kanë qenë popullsi të cilat jetonin me ushqime shtazore, me perime aq sa mund t'i lejonin potëstinës dhe fruta aq sa mund t'i lejonin kushtet në të cilat ato jetonin dhe asgjë tjetër, dhe nën produkte të këtyre. Asgjë tjetër përveç këtyre. E kundërta me popullsitë të themi të lindjes së mesme, anatolite, dhe revolucioni agrokulturor dhe rreth 10.000-12.000 vite më parë, kur popullsitë në këto zona jetonin në këtë mënyrë, atje filluan të kultivoheshin drithrat, duke qenë se ishin zona me toka pjellore, me klim të tillë, fushore, me klim të tillë, e cila e lejonte kultivimin e drithrave, aty lindën edhe dritrat tek e fundit. Dhe për këtë arsye, kjo është një nga arsyet pse këta popull janë përshtatur më tepër me këtë lloj kulturash, kultura bujqësore, në kuptimin e ngulitjes në gjenetik në brezat e ardhshëm të kësaj mënyre ushqimi krahasimisht me popujt që kanë jetuar në vende të tjera, respektivisht me paraardhësit tanë. Do ishte mbase rrezikoze që të flisnim me absolutizme, sepse është akoma në diskutim për sa i përket historianëve që a jemi pasardhës po themi të zonës së lindjes mesme, apo jemi kryesisht pasardhës të zonave të stepave më veriore rreth detit zi dhe stepave. Nëse kisha diskutimin në një raport tjetër, e kuptoj se ku ka lindur bujqësia dhe absolutisht. Ku zhvilloi bujqësia dhe ku blegtoria. Po themi ne shqiptarët jemi më shumë përshtatur, jemi pasardhës të njerëz pala, po tjetrës kjo është e diskutueshme. Kjo sa, domethënë ne jemi aty ku kanë lënë gjurmë pellazgo-ilirët, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, kryesisht në Italinë e Jugut, po edhe më lart ose në pjesë të ish Jugosllavisë, themi Kroaci e tjerë. Drithrat kanë qenë pothuajse inekzistente. Të mendosh që deri në mesjet në Itali konsumohej një bukë nga populli i thjesht, konsumohej një bukë që quhej castagnaccio. Një bukë e bërë nga gështenjat. Mielli gështenja. Bukë gështenje. Dhe nuk njihej buka e grurit. Bukën e grurit e konsumonin vetëm shtresat e pasura. Dhe shumë vonë është futur si asortiment në dietë. Le të themi, është mjaft e vonshme, nëse flasim për një është bazuar në ushqime shtazore, perime, fruta, në aror, legume, dhe kjo është dhe baza e dietës mesetare tek e fundit. Pra ti thuaj që drithrat janë një introduksion element i futur shumë vonë. I futur vonë dhe a mendon se sepse sigurisht kur flasim në terma evolucionar duhen 10 mira në mos 100 mira vjet, por a mendon se përshtatja ndaj drithrave, a mendon se ne jemi grupe genetike të cilat nuk jemi aq të përshtatura? Sigurisht, aq më tepër ne, aq më tepër ne. Këtu e kisha kur thash që në linjën e mesme kultivimi i drithrave ka filluar që 10-12.000 vite më parë, dhe ata janë më të përshtatur si popullsi ndaj, sepse themi shpesh që konsumojnë bie fjala oriz e tjerë. Janë më të përshtatur ndaj këtyre. Për shembull tek ne orizi nuk është njohur fare si kulturë, shumë vonë është kultivuar dhe jo me ndonjë sukses të jashtëzakonshëm. Si kulturë orizi flas në Shqipëri. Ka qenë gjithmonë importuar Në të njëjtin sens mund të jetë dhe patatja për shumë doktor. Pra mund të themi që dhe patatja është një element që mikrobioma jo nuk është e përshtatur ndër gjenerata. Është i sjellë thuar si i vonshëm. Dhe në këtë kuptim ata relativisht kanë një përshtatje më të mirë, sistemi i tyre enzimatik, aparati digestiv është më i përshtatur ndaj produkteve bujqësore krahasimisht me popull si populli ynë që është rritur në vende të tilla dhe ka qenë blegtoral për një kohë shumë gjatë. Dhe përshtatshmëria nuk ka ndodhur në mënyrë interesante të tillë. Në fakt po shikoja një artikull shumë interesant që kishin disa vite që po studionin për të kuptuar tolerancën ndaj laktozës. Dhe u vure që toleranca ndaj laktozës sipas të gjitha gjasave duhet të jetë diçka që ka ndodhur në zonat e Europës qendrore rreth 7.000 deri në 8.500 vjet përpara. Pra ky komunitet, zona qendrore e Europës, pra le të themi kaukazianët po i quajmë, pra kjo raca e bardhë,
kanë qenë të parët që kanë filluar të kenë një tolerancë ndaj laktozës. Popujt të tjerë dhe akoma dhe sot kur bëhet studimi, dhe në fakt mjeku i cili ishte shkencari i cili ishte në krye thoshte që nuk mund ta aplikojmë le themi metodologji ose këndvështrime eksakte për popullsi të ndryshme, sepse popullsi të ndryshme marr parasysh është ai azin, e cila është tërësisht intolerante ndaj laktozës. Atëherë kjo e vërteton akoma më tepër atë që po thoshim pak më parë. Edhe doktor Gandri ka qenë shefi i kardiologjisë, i shoqatës kardiologjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht i moshon jashtëzakonisht shumë teorisë që popujt caktuar krijojnë një mikrobiom të caktuar në varësi të dietës që kanë pas ndër shekuj ose mijë vjeçar. Kështu disa popuj shqiptarët po themi mund të jenë predispozuar, mund të jenë më tolerante mishi qingjit po themi. Po, një përshtatshmëri që kuptohet nëse i referohemi produkteve shtazore, unë mendoj që përshtatshmëria duhet të jetë të gjithëve. Por flas përshtatshmëria të produktet në produktet e qumshit ose bimëve. Dhe produktet bimore, produktet të tipit të dritrave flasë, jo të tipit të perimeve. Përshtatshmëria të ato popull ka ardhur në mënyrë, domethënë relative gjithsesi, domethënë konsumi i madh i dritrave dhe në ato lloj popullsh do shkaktojë probleme. Në mënyrë të padiskutuar. E qartë është. Nuk mund të përshtatesh kur me duan pirjen, po themi, kuptoj se do të kalojnë është i dëmshëm. Për shembull, që sado mira vite të kalojnë përsëri ajo lloj përshtatshmëri absolute nuk ka për të kryer asnjëherë. Të mendosh që konsiderohet si kryeqyteti i sëmundjeve metabolike, i diabetit, e kupton, është mosha mesatare shumë e ulët. Dhe po të shohësh edhe në aspektin fizik, kanë një abdomen të distenduar, në mënyrë disproporcionale me obezitetin që mund të kenë. Kjo tregon për një mbifryrje të themi të pjesës abdominale për shkak të mbifryrjes gastrike, duke qenë se ushqimet me shumë glucide tërheqin dhe shumë ujë dhe japin një janë ujëra më shumë, hipertendosje të stomakut. Por dhe një sistem enzimatik disi të ndryshëm që vjen nga konsumimi ushqimeve karbohidrative në sasiera të mëdha. Atëherë, doktor, përpara se të kalojmë tek superfoods, që i thon anglisht, pra ushqimet super, të cilat mund të gjejmë brenda Shqipërisë, do doja të listoja disa ushqime që konsiderohen si superfoods në nivel internacional dhe që ndodhen brenda Shqipërisë, dhe të më thuash nga 1 te 10 pse mendon kush mendon se është 10 ose 8 ose 7 dhe pse mendon diçka tjetër. Por para se shkojmë aty, më bën shumë përshtypje fakti që ti e ke përmendur që frutat nuk janë shumë të preferuara në këndvështrimin tënd, egzagjerimi me frutat. Dhe ke listuar frutat e pyllit, po themi, që ose shegët, po më thoje sot për shembull, që shegët i konsideron një frut relativisht të mirë krahasuar me një moll të madhe, po themi. Por po ta mendosh, prezantimi i shumë frutave që ndodhen sot në Shqipëri është proces shumë i vonshëm. Për shembull mandarina, portokalli, fiku, mbase edhe plot fruta të tjera që nuk po më vinë për momentin, janë fruta të prezantuara shumë vonë, për mos të fol pastaj për fruta të cilat janë fruta që nuk prodhohen brenda Shqipërisë, si mund të jetë banania, mango e tjera. A mendon se janë një prezantimi i ri në nivel enzimatik, në nivel mikrobiome për ne, do të thënë nuk kemi mësuar që t'i përpunojmë siç duhet, dhe a mendon se mund të ketë një diferencë, për shembull, një njeri që jeton në një zonë tropikale mund të jetë më i përshtatur për t'i metabolizuar, për të marrë më të mirën e tyre? Sigurisht në kuptimin e evolucionit, në kuptimin e përshtatshmërisë ndaj ushqimeve të ndryshme, kjo nuk ka diskutim, por unë do theksoja më tepër faktin te mënyra se si janë bërë këto fruta, te mënyra se si janë rritur, domethënë frutat janë më tepër si produkte industriale sesa si produkte të natyrës në kohët tona. Për këtë arsye unë i mëshoj shumë frutave të pyllit, atyre frutave që kanë ruajtur origjinalitetin e tyre dhe janë më afër strukturave të lashta, të themi, strukturave të hershme, ndaj cilave njeriu ka fituar përshtatje më të madhe, dhe të cilat janë ndaj cilave është më i predispozuar për t'i toleruar dhe që kanë tek e fundi kanë një sasi më të madhe sheqeri. Është armiku, ka një sasi më të vogël sheqeri, më të vogël fruktoze, të cilën mund ta përpunojë më mirë. Po dhe në nivelin e mikronutrientëve janë shumë herë më të pasura se sa meqense jemi këtu, konsiderohen healthy, po që nuk janë të tilla. Shumë njerëz sot
në Shqipëri, po edhe më gjerë saq që unë i takoj dhe për shembull një moll të vërtet ka kohë që nuk e kemi parë se si. Po të bësh krahasimin dhe molla gjigande nuk mund të ekzistojë. Absolutisht, po të bësh krahasimin dhe të shikosh dhe nuk është e vështirë për të gjetur. Ka plot artikuj online, mund t'i gjeni, vetëm për kuriozitet klikoni dhe të shikoni që shalqiri, molla, nuk kanë qenë as pak, nuk kanë asnjë lidhje, po dhe perimet, karrota, e plot. Karrota ka qenë me ngjyrë tjetër aty, nuk ka qenë fare, ka qenë purple, ka qenë në ngjyrë si purpurt. Purpurt. Gjithsesi janë modifikime pra që përgjithsisht kanë pas fokus sidomos te frutat për mbajtjen më të lartë të sheqerit për të qenë më të shijshme dhe më të ëmbla. Pra nuk janë të njëjtat me fruta. Dhe kjo pastaj ndikon te shitja, domethënë është një zinxhir i tërë arsyesh që të çon te fakti se përse janë të tilla sot. Interesante është sepse dikur kam pas një historian të ftuar i cili ka studiuar jetën e Skënderbeut, prandaj e përmenda, dhe i bie që të jetë rreth, e themi 7 shekuj më parë. Në dietën në librat e historianëve të kohës dhe në dietën e Skënderbeut dhe ushtarëve të preferuar, sidomos në gostit që ai bënte në momentet që kishin fitore, asnjëherë nuk është përmendur konsumi i sheqerit, le të themi, ishte koncepti i panjohur, po jo vetëm aq. Në librat e kohës flitej për mish, për bulmet, për ndonjë perime, por as pak fruta, pra fruti si koncept ishte diçka që mund të ndodhte në një periudhë shumë të shkurtër sezonale. Sheqeri tregtoi në atë kohë perandorinë osmane, ishte një nga po i limituar ama, i limituar, nuk ishte sasi të madhe. Nuk kishte arritur të penetronte në zonat tona në atë lloj. Po edhe nëse arrinte, çmimi i sheqerit atëherë ishte i frikshëm, domethënë ta themi sot është si të blie kokainë, domethënë nuk e realisht domethënë. E kam sinqerisht sheqeri, jo mos më shikoj me çudi, sheqeri ka qenë jashtëzakonisht i shtrenjtë. Megjithatë, shkojmë tek superfood, sa bëjmë më praktike. Në shumë artikuj të ndryshëm kudo dhe biles kam përshtypjen këto duhet të bazat e nutricionistëve. Vaj i ullirit për shembull, kur bëhet fjalë tek dieta mesetare. Nëse i referohemi super ushqimeve, superfoodsave, unë mendoj që shumica e ushqimeve tona burimore janë të tilla. Pothuajse gjithë ushqimet tona burimore, përjashtuar ato të cilat ne i kemi të huazuara dhe që kanë ardhur vonë në kulturën tonë, të gjitha të tjerat janë duke nisur që nga mishi. Mishi i delës, i dhis, i viçit. Po. Madje unë mund të them që ka një diferencë, një ndryshim të madh shija e mishit të rritur në zonat tona me ato të rritura në vende të tjera. Mendon se është pasojë klime apo pasojë specie, domethënë lloji i bakterisë? Ndoshta dhe specie, unë do mendoja që përveç klimës dhe species, sepse dhe vende rrotullnesh kanë klimë të ngjashme me tonën, por kanë diferenca në llojin e baktive që e vërtet është. Në llojin e baktive që rriten, unë e kam provuar vetë dhe mund të jap eksperiencën time. Po shumica e njerëzve. Nëse për shembull në Greqi ka zona që gjen mish cilësor, po themi. Po kanë përshtypjen që e kanë industrializuar. Ky duhet të jetë problemi. Kanë zgjedhur përgjithsisht baktin më të madhe, më shumë mish. Ndoshta mund të jetë kjo. Se ne kemi varietete të lashta. Kemi akoma varietete pikërisht të shumë antike. Sidomos tek dhia. Po edhe te delja. Po thuaj mua. Janë me nam delet mborsh. Megjithatë, ti kalojmë me radh. Vaj i ullirit. Diskutim. Vaj i ullirit. Çfarë note do t'i vendosje? 10 pa diskutim. 10 absolute. Po. Mishi 10 pa diskutim, sidomos mishi i rritur në. Pri tek vaj i ullirit duhet ta prekim pak. Po. Ta prekim pak se unë jam dhe pasionant. Vaj i ullirit shqiptar ka 4 varietete kryesore, domethënë është zona e Krujës, që njeh një varietet, është zona Tiranë Elbasan, po themi që njeh një varietet tjetër, dhe 2 varietetet e jugut që janë Kalignoti dhe i holli i Himarës ose zona e Vunos. Sot kjo lidhet me produktivitetin apo me cilësinë, me polifenolet, sasinë absolutisht mikronutrientëve që përmbajnë. Kanë diferenca dhe në sasinë e vajit që prodhojnë, por kanë diferenca në tiparet të ngjyrës, të aromës, edhe të nivelit polifenolit. Deri më sot në Shqipëri, në nivele elitare kanë konkuruar kompanitë të cilat kanë punuar me Kalignotin ose një mix Kalignoti dhe holli himare. Mund të jetë pasojë e faktit që janë ullinj që zakonisht po gjithmonë janë pjesë e klimave bregdetare, të cilat janë më të përshtatshme, dhe të tokave kodrinore që ulliri më cilësor sigurisht është ulliri që rritet në kodrat, i cili ekspozohet në diell. Mbase për shkak
kombinimit edhe të varietetit I cili është I lashtë, por edhe të klimës, kanë arritur që kompaninë shqiptare, unë po ja përmend emrin sepse në fund ditës pse jo, Musai për shembull është një kompani e cila ka arritur të bëjë diçka që mbase asnjë sipërmarrje shqiptare nuk ka arritur të prodhojë në Shqipëri, që të konkurojë në një panair, po themi që përfshin kompanitë, unë do ta quaj as panair, po do ta quaj një garë. Një vaj ulliri I përgatitur në mënyrë cilësore dhe I vërtetë të themi, ka vlera shumë mëdha në një botë sot që ne e dim se sa I falsifikuar është si produkt. E di, Italia për shembull para 2 vitesh bleu të gjithë vajin e mbetur të Shqipërisë dhe njihet nga ata që merren me vajin që bën diçka shumë interesante, marrin vaj, e pasurojnë me klorofil dhe me aromatizues të ndryshëm, I vendosin ngjyrus dhe më tej pastaj e nxjerrin sërish në treg. Kjo është një politikë që italianët e përdorin, pa çka se italianët janë maestro për të prodhuar vaj, sigurisht nuk janë në gjendje që të mbulojnë kërkesat që kanë. Dhe vajin më të mirë ata ekspozojnë dhe zakonisht eksportojnë për tregjet amerikane ose veriore perëndimore po themi, ndërsa vajin e cilësisë dytë përgjithsisht nuk dua të etiketoj, por përgjithsisht fillojnë e qarkullojnë nëpër vendet dorës dytë. Për sa I përket vajit shqiptar, Kalinjoti dhe I Holli Himars deri tani unë di që kanë cilësi të jashtëzakonshme. Zona e Tiranës ka aromë të jashtëzakonshme, por për sa I përket nivelit të polifenoleve, do të thënë vlerave themi nutritive të tyre, mund të konkurojnë me çdo kompani, me çdo varietet po themi të mundshëm në botë. Dhe fakti që kemi ulli shumë shekullor, kjo bën diferencën. Të paktën në bisedime që kanë bërë me agronom italian, thonë që ju shqiptarët keni luksin më të madh në botë që keni akoma në dispozicion shumë ullinj shekullor. Dhe kjo është e pa konkurrueshme aq më tepër kur vjen puna për të konkurruar në nivel degustimi, se kush është vaj më I mirë. Musai ka fituar, nëse zgaboj, deri tani është 2 gold, pra 2 çmime Ari në New York dhe 1 silver. Kjo tregon që nëse vaj Kalinjot, këtu doja të dilja, nëse vaj Kalinjot trajtohet siç duhet, atëherë mund të konkurrojë me çdo vaj në botë. Flasim për një vaj special që ka Shqipëria. Përgjithsisht tani në Shqipëri kanë hyrë dhe varietete italiane dhe spanjolle, por nuk e din nëse kanë nivelet nutritive dhe aromën dhe shijen e vajit autentik shqiptar. Fatkeqësisht ne nuk e ruajmë siç duhet. Megjithatë, ti thua që vaji ullirit është on top. Sigurisht. Okej, më thuaj. Tani tek peshku është sigurisht. Vërtet që s'kemi salmonin, po kemi lloje tjera që janë fantastik dhe po aq ndoshta edhe më të mirë. Koranin për shembull që është salmon. Sardele pafund, açuge, kocële e vrekte e egër kështu me skumbri. Ton kemi. Ton, po patjetër, po. Kemi ton. Dental. Po nuk kemi një kulturë shqiptare, nuk kemi një kulturë detare në marine në shqiptarët. Në statistika ne duhet të konsumojmë diçka te 3 mundsinë e kemi, kështu që mund ta zhvillojmë. Se di. Shiko, mund të thonim që është problem ekonomik, por ne kemi problem edhe tek njerëzit që kanë ekonomi, nuk kanë një kulturë të ngrënit peshkut. Mesatarja e Shqipërisë, nëse zgaboj, duhet të jetë diçka tek 3.2 kg peshk në vit për person per capita. Ndërkohë shtetet tjera si Spanja kanë rreth 30 kg per capita. Përsëri pak do ishte 30 kg. 30 kg. Nëse I referohesh parametrave që më pak se 80 gram në ditë. Duhet të ishte akoma më tepër. Të paktën në mos për ditë, një herë në 2 ditë, një sasi abondante produktesh deti, peshk dhe produkte. Ti duhet të jesh diçka te 80 kg në ka zona në japonezët janë rreth tek 80 kg në vit, domethënë që janë rekordmen. Po japonezëve ju përmendin gjithmonë orizin, nuk ju përmendin peshkun. Konsumojnë rreth 75 kg mesatarisht në vit. Më pak nga gjithë të tjerët, më pak se zonat aziatike. Gjithë popullsitë e tjera që janë rreth tyre. 200 kg konsumon Kina, rreth 190 kg, Vietnami 220 kg. Dhe që tham janë popullsi të cilat si kultura I kanë zhvilluar shumë herët, që në bazë revolucionit kanë një përshtatshmëri. Kanë fituar një përshtatshmëri, kështu që ne nuk mund të ju referohemi këtyre lloj popullsish kur marrim për bazë jetëgjatësinë e të tjerë, domethënë faktor, nuk kemi popullsi e ngjashme me ato
në kushtet që ato kanë qenë, në mënyrën se si ato janë zhvilluar, si janë përshtatur ndaj nutricionit dhe ndaj dritrave flasim, kryesisht. Dhe mbase jo vetëm në sensin nutritiv, se atë nuk është vetëm nutricioni, ata kanë dhe zakone Nuk të tjera. ka vlerë që ta shtjellojmë si tezë këtë tezën. Dhe ishte e gjatë. Mishi dhe organet, tani kjo është e preferuara jote, ti e përmende që dhe baktia shqiptare është e jashtëzakonshme. Nuk diskutohet. 10. Pra jemi 10 deri tani, ti vendos 10 absolute. Perimet dhe frutat e stinës, pa diskutim. Pa diskutim. Çfarë note e vendos? Do t'i përm 10. Të dyja, perimet dhe frutat e stinës. Okej. Edhe frutat, se ti je çik skeptik te fruta jo te pric. Jo dhe jo fruta industrial gjithmonë, kur flasim për frutat gjithmonë shikohet ajo dyansia e tyre. Cilësia e frutit. Cilësia. Frutat cilësor të rritura në kushte të duhura. Në familjen e bimëve, a nuk është fruti bima me pak abuzuar, po themi, për sa i përket pesticideve që u hidhen, paktën me sa kam dëgjuar, thonë që perimet kanë më pak abuzim se ç'mund të bëhet fruti. Fruti është, domethënë, o blije fshati dhe të mirë, kjo nuk ka diskutim, po dhe frutat kanë diferenca nga njëri tjetri, sikurse edhe perimet kanë diferenca. Kush janë frutat më pak të abuzuar sipas teje? Më pak janë frutat e pyllit, shega për shembull, frutat e pyllit që janë pothuajse fare ose shumë pak të themi, Po dhe ato që kanë lëvosh të trash përgjithsisht. Dhe më shumë, është ajo po t'i referohesh edhe mënyrave se si rriten perimet dhe frutat dhe sa pesticide dhe sa ato kërkojnë molla, pjeshka, dardha tmerr. Janë nga më të ngarkuara në pesticide dhe me të gjitha format që njihen për zhvillimin e frutave. Ma kanë thonë shumë agronom këtë gjë. Sikurse edhe te perimet, po t'i referohemi perimet. Luleshtrydhja. Luleshtrydhja patjetër. Sot kemi në Shqipëri për shkak edhe të shumë fermerëve dhe i falenderojmë edhe kanë dalë edhe mandarinat për shembull, shumë të abuzuara. Faleminderit dhe i përshëndesim gjithë. Lloj arsye pse ta abuzojnë mandarinat. Mandarina s'ka pse ta abuzohet ai shumë, megjithatë e din vetë çunat. Shalqiri. Nam. Edhe si vjet ngeli shalqiri pa ushqit gjithë. Nuk ka asnjë lidhje me atë të kohës komunizmit thënë. Apo është ka fare. Po mirë, është dhe lloj farës dhe mënyra se si po edhe kjo po dhe mënyra e rritjes, Edhe rritja është. Ndërsa po t'i referohemi perimeve, kemi edhe te perimet atë spektrin më tepër të abuzuar dhe spektrin më pak të abuzuar. Spektri më tepër i abuzuar kuptohet janë domatet, kastraveci, specat, dhe këto që përdoren në mënyrë masive tek e fundit, këto që kërkojnë një rritje ekstensive, një rritje në sasira të mëdha për të përballuar nevojat e konsumatorëve, kurse brokoli, lakër, lulilakër janë në spektrin, në pjesën tjetër të spektrit. Ato që kërkojnë më pak pesticide për të rritur, kështu që unë do bishtajoret, doktor, edhe bishtajoret. Unë do këshilloja që gjithmonë kur bëhet zgjedhja frutave dhe perimeve të shmangen ato të cilat kërkojnë më tepër pesticide, kërkojnë më tepër ndërhyrje për të rritur krahasimisht me ato që kërkojnë më pak. Dakor. Përveç vlerave në mikronutrient, në vitamina minerale, është edhe kjo tjetra. Janë dy aspekte që duhen parë. E para vlera dhe e dyta në niveli i pesticideve që ato kërkojnë. Dhe abuzimit që kërkon për të rritur, e vërtet. Edhe kale është një është shumë abuzuar. Edhe kale është spinaqi, shumë i abuzuar kale. Këto pra leafy greens, to gjethet jeshile abuzojnë. Abuzojnë sepse ato dhe sulmohen shumë nga insektet. Okej, mrekulli. Vezët e fshatit nuk po të ti je tifozi më i madh i vezëve, 10 me yll do thoja. Veza konsiderohet multivitamin natyrale. Po nëse s'është vezë fshati, doktor. Po nëse nuk është vezë fshati. Do isha pak skeptik, po. Se vezët kanë disa kategori mënyrash, domethënë ka vezë të cilat dalin nga pula, të cilat rriten në mënyrë krejtësisht kaotike, në mënyrë ka vezë që rriten nga pula me ushqim të kujdesshëm, ka dhe pastaj kështu që dhe shkallëzimi i tyre do jetë në varësi të mënyrës se si. Shiko, me thënë të vërtetën në shumë dyqane që shesin fruta perime, mund të gjesh
Tani nuk e di ta them me siguri origjinën, unë personalisht zgjedh i besoj dhe deri Kanë tani diferencim të këtyre kategorive që thamë. Sjellin vezë fshati, shkojnë nëpër tregjen, ka vaj, shkojnë. Pastaj vezë ferme dhe vezë të tjera që janë më pak të abuzuar, le të themi, unë zgjedh besoj që ato janë më pak të abuzuar, nuk kam garancia janë. Vezët që janë produkti njeritje ekstensive, pastaj që janë ato të kategorisë fundit. Mirë, ato nuk diskutohet. Po deri tani jam i kënaqur, kështu në Shqipëri të gjithë kemi një njerëz në fshat dhe deri diku dua të besoj që nuk është daqe pa mundur që të sigurosh një vezë fshati. Megjithatë, Bulmeti, doktor, deri tani jemi 10 të gjitha te Superfoodët. Bulmeti mund të thosha që me përjashtim të qumshtit i cili është një produkt i papërshtatshëm për njeriu. Nuk duhet asnjëri nuk duhet të përdorë qumshtin. Nën produktet e tij, nëse bëhet fjalë për bulmet të vërtet, të bërë ashtu siç duhet, gjalp, dhije, delje të themi, dhe kryesisht bulmet jo bulmet lope, bulmet dhije dhe delje. Që përmbajnë kazein, kazeinën e tipit 2. Që është më pak inflamatore dhe më pak pro këtyre smundjeve. Përveç qumshtit 10 jemi dhe tek edhe po nëse fokusohemi në këtë grup që thash, sidomos produktet fermentuar kryesisht, djathi fermentuar do ishte kos preferon dhia apo dele? Dhije do ishte shumë më mirë, sepse gjenetikisht është më afër njeriu, por dhe delja nuk do kishte një gjë të keqe, pavarësisht se ka një sasi më të madhe yndyrë, por gjithsesi nuk do ishte një studim i gjatë. Në vështrimin tim nuk do ishte problem. Një studim i gjatë që ishte bërë më bëri përshtypje, pikërisht nga doktor Gandri, i cili është tmerrsisht i fokusuar këto vitet e fundit të jetës së tij, pasi punoi kardiolog për shumë vite, kuptoi që sistemi vinte erë. Është ndryshe. Dolin ca konkluzione, nuk e di, shumë njerëz akuzojnë se ai e bën për të shitur libra, mua më bën shumë sens dhe gjërat që thotë justifikon me bazë studimesh që bën, edhe pse edhe aty mund të ketë pikë pyetje sërish për studimet kush i financon e tjera me radhë, megjithatë thoshte që në zonat blu një emërues i përbashkët i këtyre zonave ishte çuditërisht djathi i vis. Dhe djathi i vis thoshte, dhe këtu është paftësia ime tani për ta zbërthyer se pse djathi i vis ose i deles arrinte që të bënte një ndarje të mitokondreve, një shumim të mitokondreve, që mitokondret sigurisht sa më shumë të jenë në numër, aq më mirë funksionon gjithçka. Dhe thoshte Gandri ishte tifoz i madh dhe thoshte që çdo kush duhet konsumoj për shembull rreth 50 deri 100 gram djath dhio ose dele në ditë, nuk ka asnjë problemi. Ti ndan ti një mendim të djath, po patjetër djath, po dhe këto nën produkte të tjera që përmendëm, mund shkoja edhe diçka më tepër, nuk si pas një lloj problemi. Më shumë sasi? Po, si sasi, dhe ta thash djathi i vis është gjenetikisht shumë afër strukturalisht njerëzit. Dhe ka për këtë arsye preferohet shumë më tepër se sa llojet e tjera të bulmeti i vis. Doktor, bishtajorët si kategori ku jemi? I konsideron superfood? Po, deri në një farë pike po, pavarësisht se kanë një sasi karbohidratësh më tepër se sa preferencat e mia, janë një ushqim i cili ka një farë balanse në krahasim me gjithë ushqimet e tjera bimore, një balans më të drejtë midis karbohidrateve dhe proteinave. Po të marrim dritrat kanë një nivel karbohidrate shkon deri në 80%. 80% dhe nivel proteinash që nuk shkon më tepër se 10-12% themi. Kurse legumet niveli proteinave shkon te 20%, pothuajse sa mishi. Sa mishi dhe karbohidratet janë diku te 40-50%, ndër të cilat një pjesë e madhe janë fibra. Okej, po ta kujtojmë, çik njerëzit që nuk është e njëjta cilësi me të mishit, se jo, sigurisht, janë karbohidrate jo proteina jo të plota. Ata vargun e aminoacideve nuk e kanë siç e ka mishi, por mund të suplementohen me aminoacide të produkteve të tjera bimore. Quinoa. Dhe po, mund të kombinohen me to dhe të krijojnë aminoacide atje ku mungojnë ato të legumeve, komplementohen nga aminoacidet e bimëve të tjera dhe ato komplementohen me njëra tjetrën. Po unë nuk e kisha në kuptimin e proteinave. E kuptoj. Cilësisë së proteinave, por në kuptimin e një produkti që është raporti protein-karbohidrate, që është më i përshtatshëm se të gjithë produktet e tjera bimore, po t'i referohemi sasisë proteinave, karbohidrateve dhe faktit që përmbajnë shumë vitamina, minerale, është superfood, po notë 9 me sa po shoh. Po, dhe sasia, gjithmonë duhet të parë sasia dhe frekuenca e përdorimit. Nëse mishin mund të përdorim për ditë, legume nuk do isha për. Të lutem, shqiptari po doli groshi, vetëm te sasia mos e prek. Domethënë, nëse është ditë e groshit, do haj dhe 2 dhe 3, do haj dhe fet në bukës, domethënë. Kjo është ritual, nuk preket.
Edhe çik qep. Kjo janë çik reminiscenca të një lloji varfërie që vjen edhe trashëgimi, trashëgimi, po trashëgimi jo e largët, trashëgimi e afërt, po, themi, trashëgimi, kur them e afërt, trashëgimi para shumë jemi rrit me atë, ne kemi lind në atë. Po për këtë lloj trashëgimi e kam fjalën, jo atë të kohës Skënderbeut, siç. Jo, këtë të komunizmit, po themi. Po, dakord. Mishi i popullit thon. Atëherë 9 perimet e stines besoj se nuk ka më diskutim, 10 gjithmonë varet nga cilësia, barishtet e egra si do t'i klasifikoj për shembull Tithra Lepjeta 10. Nuk e diskutoj. Gjova një histori interesante. Cilësia këtyre është maksimale nëse për skenaqin për kalen industriale që thamë, atë tipin kështu është do t'i marrësh me shumë rezerva për shkak të ngarkesës shumë të madhe me kimikate që kanë, këto janë krejtësisht fri nga këto. Dhe fundit arrat dhe bajamet për shembull që ndodhin këtu. Po dhe këto do t'i vlerësoja lart. Dhe superfood. Po, sigurisht. I vë një 9 a një 10. Sidomos arrat 10 pa diskutim. Ja vure 10. Dakor. Arrat përmbajnë omega 3 shumë. Dhe ne kemi arrat e cilësie shumë të lartë, Arra, bajame, lajki. Arrat e reja i geparë janë 3 produkte që kemi me cilësi shumë. Se arrat shqiptare janë më të vogla, po kanë një aromë, një shije tjetër. Kanë një lloj densiteti, kanë dhe tani kanë filluar kanë o arë greke, o arë turke, nuk e gjen më atë varietetin. Ai do të t'i kaloje me bend sipër që të thyej, domethënë kanë qenë të forta si arë. Megjithatë. Okej, besoj se ishte e qartë që Shqipëria i ka, po besoj se nuk tham diçka të re, thjesht doja që të bënim një kalim se si vlerësohet ti. Tek metodat e gatimit. Mundësit janë për të gjitha metodat. Është shumë do ankoheshin që mundësit janë, por nuk janë financat. Unë nuk kam para thot që t'ja dalë që të ushqem, ku ta gjej unë thot djathin e mirë. Gjithsesi unë mendoj më pak sasi, pa kompromentuar cilësinë. Po s'ngopen. Kjo do ishte perfekte. Nuk ngopen. Sepse mund t'i referohemi kohës komunizmit, që kishte më tepër cilësi dhe më pak sasi. Dhe kur vjen puna ishin më të shëndetshëm, më fit. Do t'jap një tip anekdote të vogël. Në vitin 90, eksodi i Anies Vlora, qofse je informuar për një gjë të tillë, kam qenë dhe unë tek ajo Ania, sikurse gjysma e Tiranës themi. Dhe kur kanë zbritur shqiptarët në Bari, policët italiane shikonin të habitur, kuptohet që atëherë ishte korrik, ishte vap, dhe pothuajse gjithë ishin të zhveshur, të zhveshur dhe të gjithë me muskuj barku. Dhe kuptohet që Italia ishte në atë kohë, që më kishte filluar ajo faza e implementimit, kishte filluar faza e implementimit të piramidës ushqimore, ndryshimet dietike, si gjithandej fast foodet, ushqimet e shpejta të tjerë, dhe popullsia italiane kishte filluar të ndjente këto ndryshimet, kishte filluar obeziteti të bëj, dhe kuptohet që vështirësi që ata mund të hasin qoftë në palestra për të bërë abdominal. Dhe kur shikonin një bëj fjalë për 16.000 deri 20.000 vetë në një anie, dhe shikonin një shumicë të rinj, të gjithë me muskuj barku, domethënë ishin dhe shikoja habin tek ata, si ka mundësi thoshin, çfarë këta kështu. Do doja të kishte vullnetin tënd, thoshte italiani, ndërkohë se di që shqiptari shkret kishte arsye të tjera. Kishte motive të tjera nga pas. Dakor. Shkojmë tek metodat e gatimit. Është mjaft interesante sot, le të themi mënyra moderne e të përgatiturit është skuqje në temperatura të larta, na kanë prezantuar me vajin vegetale të tjera. Nuk po them që në komunizëm, po themi nuk ka ndodhur kjo gjë. Unë shkoj përtej asaj. Në para rreth 300 viteve nuk gatuhej që ti jeti në vaj të skuqjes steakun, nuk kishte gjëra të tilla, kishte produktet më raw të gatimit, të pjekja. Okej. Zierja ngadalë, për shembull këto tavat që bëheshin, vendoseshin në zjarr, për shembull, dhe ziheshin me orë të tëra, në saç bidon që i themi ne, që janë metoda të vjetra. A janë më të mira për gatimin e gjellëve? Pse? Po këto është çështja e ruajtjes temperaturës, një ruajtje temperaturë më konstante, më afër asaj që mos shkaktojnë denatyrim të produkteve, veçanërisht të proteinave, degradimi i proteinave dhe mënyra se si trajtohet yndyra.
Yndyra e vet produkteve shtazore, nëse flasim për gatimin e produkteve shtazore, trajtohet në një mënyrë është më gentle. E kuptoj. Më genuine, trajtimi i yndyrës nuk digjet në atë piksat krijojë radikale të lira të oksigjenit, krijojë faktor të dëmshëm dhe kancerogjen. Kur krijohet radikali i dëmshëm, në çfarë faze? Përgjithsisht skuqja, temperaturat shumë të larta, Kur ai vjami fillon bëhet si kërcitës, çështje temperaturave, çështje e shtesave të yndyrës së jashtëm, veçanërisht yndyrës vegetale në yndyrën shtazore. Kombinimi këtyre të por veçanërisht temperaturat shumë të larta. Mrekulli doktor, për ta bërë më të thjeshtë, shumë zjerja dihet çfarë temperature 100 gradë. Po mirë, ti mund ta ekspozosh edhe, po themi, edhe tek 100 që besoj se duhet të ketë 120, 130, 150, nëse ti është hermetike e mbyllur ajo, ka tjetër temperaturë brenda. Po, për shkak të avullit, për shkak të avullit. Po përsëri jemi brenda një range të pranueshëm. Okej. Atëre, unë dua mbase për një pjesë publikut që do ta ketë më të thjeshtë për të kuptuar se cila është më e mirë, a do ta quajë zierjen nga dalt sot është si opsion, nëse ke një multi-cooker, po themi, një nga ato tenxhere të ke si opsion. Do ta quajë notën 10. Po, është një nga mënyrat më të mira. Në fakt, ka plot multi-cooker që gatuajnë jo më shumë se 70 gradë. Në temperaturë perfekte. 70 gradë për shumë orë. Vendoset mishi në 70 gradë dhe ti mund ta lësh 8 orë. Këto janë metodat e gatimit që rekomandonte shumë një nutricionist, i ka qenë nutricionist i Mirfield, ka qenë merrej me reversimin e sëmundjeve, sinjalet, quhet francez, e kemi përmendur edhe herë tjera në podcastet tona. Dhe i referoi shumë këtyre metodave të gatimit me temperatura të ulta për një kohë të gjatë. Dhe kjo sjell pikërisht këtë bën që proteinat të mos denaturohen proteinat e produktit. I ruan dhe sepse denaturimi, trajtimi i proteinave në temperatura të larta i shndron ato në produkte të cilat krijojnë komplekse autoimun në organizëm dhe mund të jenë dhe promotor sëmundjesh, përveç se jo në të mirë, mund të jenë në të keq, mund të jenë nxitës të sëmundjeve. Për këtë arsye ky kishte studiuar shumë dhe rekomandonte gjithmonë këto metoda të gatimit. Gatimi në furr, doktor, që është metodë e vjetër, byra e qetavat që vendosin furr. Mjafton që ti të ruash një temperaturë në këto kufi që përmendëm dhe më komento pak fermentimin. Si e percepton ti si proces? Fermentimi është një proces shumë i rëndësishëm, që çon në zhvillimin e këtyre baktereve pozitive. Dhe tek e fundit kur kemi folur për mikrobiomën, kemi thënë që mikrobioma ruhet e shëndetshme dhe zhvillohet si rezultat i probiotikëve dhe prebiotikëve. Dhe për çfarë arsye kemi ne që të marrim probiotik kur ne kemi prebiotikët e zhvilluar prej produkteve të fermentuara dhe s'kemi pse të drejtohemi suplementeve fare, më kupton, është diçka logjike. Dhe kjo ruan dhe rekomandohet një konsum i përditshëm, nuk bëhet fjalë për një konsum okazional të turshive. Një konsum i përditshëm i turshive për të ruajtur një nivel mikrobiome të shëndetshme. Kuptohet në sasira jo të egzageruara, dhe turshit të bëra në mënyra të mira, pa sheqer të shtuar, pa krip në sasi të madhe. Abuzojnë shumë, jo turshi artizanale, jo turshi industriale. Edhe sa të mira janë kur i bëjnë. Dalim tek mënyra e bërjes, e përgatitjes. Edhe frutat tek e fundit, në konceptin e përgjithshëm, mund të konsiderohen si healthy. Po kemi pra këto frutat e përgatitura në mënyrë industriale, të themi, pavarësisht se i ka bërë toka. Qartë. Okej, po nuk është vetëm turshia, po themi, dhe vetë kosi është fermentime, plot produkte tjera, djathi. Kalon një proces tjetër. Okej, një metodë tjetër interesante ka qenë jo vetëm në Shqipëri, sigurisht se duket sikur po themi në një gjë që kemi shpik ne, po tharja dhe tymosja. Është proces, domethënë nëse ha një produkt shtazor, po themi thar ose të tymosur. A është i shëndetshëm? Po sigurisht është i shëndetshëm dhe ajo e bërë sipas metodave popullore, të themi, është super shëndetshme, sepse nuk ka as aditiv, as konservant, as ngjyrus, është vetëm mish i konservuar në mënyra ose peshk. Po i konservuar në ato lloj mënyra që konservohen dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Ne kemi përdorur gjithmonë edhe lëngun e mishit. Është i dehidratuar, kuptohet, po nuk ka asnjë lloj rreziku më i madh mund të jetë sasia e lartë e kripës.
Por unë do mendoja, shiko, në një dietë me pak karbohidrate nevojitet një sasi më e madhe kripe. Madje ka shumë shkencëtar sot që nuk e përkrajnë idenë e kripës restriktuar. Do thënë njeriu ka nevojë për më tepër krip se sa ç'lejohet nëpër guideline. Absolutisht ka nevojë për më tepër krip se ç'lejohet nëpër guideline, por ka nevojë për një sasi kripe pak më të madhe se sa ç'mendohet, se sa ç'mund ta mendojnë të gjithë. Kuptohet që e rëndësishme është cilësia e kripës. Duhet një krip cilësor, një krip deti ose krip Himalaje, themi, jo këto kripët kripa industriale e bëra me metoda industriale. Po kripën që blejmë në supermarkete, doktor, ç'a krip është ajo tani? Nuk është krip deti. Po krip të mirë. Se tani në Shqipëri aty e kemi kripore. Krip deti është ç'a është lerëndi, krip dele. Okej, mirë kemi ne të jodizuar tamam siç duhet. Dakord jemi. Ti thua që mos ha shumë krip kur ha shumë sheqer. Jo. Ti thua mos ha sheqer që të hash krip. Mos hani sheqer që të hani krip. Po hëngër edhe sheqer dhe krip aty fillon problemi thua. Jo, nuk ka sheqeri nuk duhet ngrënë në mënyrë absolute. Okay. Por kripa në vetvete nuk është e dëmshme. Okej. Thash mos kishte një lidhje midis sheqerit dhe kripës. Jo, nuk ka lidhje sheqeri me kripën, nuk është lidhje. Mos po ha sheqer, s'duhet të hash lidhje sheqerit me kripës. Por ti imagjinosh një gjë që në raport me karbohidratet, guideline-et aktuale e kanë dorën e lëshuar, domethënë nuk japin, të lejojnë të hash produkte e tjera, vendosur bles. Kemi parasysh dhe piramidën ushqimore me ato bazat e tjera. Kurse në raport me kripën vendosen restriksione. Restriksione të mëdha. E di. Një plot njerëz që kanë elektrolitët, kripa përmban elektrolitët. Po dakor thon veshkat, kam dëgjuar që jam me tension, jam me veshka. Ekuilibrimi është gjitha ka lidhje në ekuilibrimin e natriumit me kaliumin. Ai natriumi që merr nga kripa duhet të jetë ekuilibruar me kaliumin që merr nga dieta. Deri tani unë çka kam parë, le të themi influencers që janë mishngërë në sasi të mëdha, nuk kam konstatuar që të kenë ndonjë problem nga kripa. Përgjithsisht problemi nga kripa kam dëgjuar njerëz që janë inaktiv, pin nga 2 litër raki, han nga 10 feta buk, han dhe një cop mishi. Megjithatë, shkojmë tek dhe është dhe një arsye tjetër e përdorimit të kripës në sasi pak më të madhe, është mbajtja e ujit, sepse kur konsumon ushqime shtazore ke tendencën që ta largosh ujin. Po se s'ke karbohidrate për të mbajtur glikogjenin. Karbohidrate për mbajtur glikogjenin, kështu që. E qartë. Të bëj një pyetje doktor, meqense ti dukesh që duhet të jesh rreth 3-4 vite më i madh se unë. Ti e ke jetuar, shikosh, ti ke jetuar komunizëm. Unë kam dëgjuar shpesh nga shumë njerëz që thonë që cilësia e ushqimit aso kohe ishte cilësi më e mirë se sot. Pa çka se nuk ishte shumë frutin kur e merrje vinte erë, mishin kur e haje. Ai ishte mungesë ushqimi. Dhe nuk ishte njerëz apo është e vërtetë. Jo vetëm tek ne në kohën e komunizmit, por në gjithë botën ka qenë një cilësi tjetër perimesh, frutash, edhe dritrash, madje. Por tek ne në mënyrë të veçantë, duke qenë se nuk kemi disponuar ka metodat e agrokulturizmit intensiv, që zhvillohej në botë, kemi qenë të restriktuar në këtë aspekt, kemi qenë detyruar që të ruanim një nivel relativisht bio të produkteve që kemi pasur. Thua, nuk mundeshim, jo nuk donim. Nuk kishim mundësi, po të kishim mundësi do kishim bërë. E kupton, por nuk e kishim atë mundësi. Shteti nuk e kishte atë mundësi. Dhe kjo në një farë mënyrë ka bërë që produktet kenë qenë më genuine, më bio dhe kuptohet që me një diferencë jashtëzakonshme me produktet e sotme. Nuk diskutohet. Sepse ti e ke jetuar, po sigurisht. Qoftë produktet bujqësore, qoftë ato blegtorale. Për shembull për djathtë nuk mund të diskutohej që të kishe frikë siç ke frikë sot në lidhje me djathtë. Për çfarë ke frikë sot, doktor? Nëse nuk kuptoj për çfarë. Ka shtesa ka nga këto aditivët niseshtor. Dhe me qira fjala në lidhje me këto produktet që ushtohen në ushqime Do ta themi, do ta themi më vonë, nuk të aty më rri. Jo, të qëndrojmë vetëm këtu. A mendon në gjykimin tënd gjithmonë ti je mjek, ti ke jetuar të dyja epokat? Shko, sasia e ushqimit ka qenë e kufizuar. Atë do të pyes. Atëherë nuk kishte. Por sasia e ushqimit e kufizuar. A ishin më të shëndetshëm individët? Më cilësore, kanë qenë ushqime më cilësore, në mënyrë të padiskutuar, qoftë baktit që në shumicën, jo në shumicën, po pothuajse në të gjitha rastet ishin detyruar të rriteshin nëpër fusha, në male, në kullota natyrale, themi, dhe në produktet e tyre do ishin komplet natyrale.
qoftë Tu në flasim bujqësi, para restriktimit, produktet, para racionimit. Produktet dritra të themi, dhe respektivisht dhe buka që bëhet për atyre dritrave. Po kush anda atëra hanin, nuk e dini në qytet, po buk misri hanin, se buk gruri nuk kanë ndonjëherë. Vërtet ishin cilësore, thjesht nuk kishte mbase. Për te kësaj, se pak a shumë njerëz dhe njohin realitetin, po kanë qenë detyruar njerëzit që të bënin një lloj agjerimi të themi të detyruar, për shembull fast mimicking, po. Snacket fast mimicking, më tepër se sa agjerimi mirëfillt, dhe snacket nuk njiheshin, sepse detyrimisht 3 ose 2 vakte në ditë mundet të imagjinoheshin gjatë ditës dhe të përballoheshin. Gjyshi më ka treguar një shprehje shumë të bukur të kohës. Tha, të keqen gjyshi atëherë thoshim, atë kisha çik buk të bëja për shesh, po çdo që s'kam qumësht. Ju tregon varfërinë e kohës, po pyetja që më lind është kjo, në gjykimin tënd gjithmonë. Ti sigurisht ke një opinion personal, nuk mund të flasësh për realitetin, është e vështirë duhet të bënim një krahasim të sëmundjeve, të sasisë së problemeve kronike, të përqindjes së kështu me radhë. A mendon se ishin më të shëndetshëm individët edhe me këto mungesa? Po, mendoj që po. Se sot që kanë tepris, kanë njerëzit. Po, padyshim. Për shkak të, domethënë, edhe mosqasjes ndaj ushqimit, dhe veçanërisht ndaj ushqimit keq. Pra, ti thua ndaj kalorazhit empty. Por se kjo është e papar që thua ti. Domethënë ti thua, më mirë se të hash shumë, po keq është të mos hash. Po, pa diskutim. Pa diskutim. Domethënë interesante është e provuar, nuk. Interesante është njerëz që kanë qenë në kampe përqendrimi. Po, kanë jetuar gjatë. Që janë ekspozuar në merre mos dhe të shëndetshëm pas sëmundje, nuk është thjesht e rëndësishme ti tosh gjatë, po dhe si do jetosh. Pra ai urimi i kohës komunizmit gjak e dhjam, më shumë ishte një mallkim që na ndoqi pas komunizmit ai dhjami që vendosëm. Interesante shumë. E prekëm, shumë interesante kjo komunizmit. Më pak kalori është gjithmonë më mirë. Shiko, më pak kalori gjithmonë më mirë, kjo varet nga cilësia e kalorive. Po, sepse ne kemi thënë dhe më parë që kaloritë nuk janë një lloj. E qartë. Atë do të pyes tani doktor. Aty jemi. Të paktën në statistikat zyrtare që mund të gjeja, edhe nuk është se kërkova pak. Sigurisht ne nuk mund të bëjmë një nuk mund të ketë as shkenca vetë statistika eksakte të sasisë kalorike që mund të kenë ngrënë njerëzit para revolucionit agrar. Ajo është e pamundur. Por edhe gjatë revolucionit agrar sigurisht kanë hamendësime të sasisë kalorike, llogaritur gjithmonë edhe të sasisë të shpenzimit kalorive që ata kishin. Sepse nuk ka dhe dokumentime. Po nuk ka dokumentime. Ne në episodin e kaluar, nëse e mban mend, kemi folur për bodybuilder të Golden Age, dhe ata nuk i llogarisin kaloritë, domethënë hanin në mënyrë kaotike të themi, domethënë sasinë e kishin në mendje se çfarë, po diçka të shkurar nuk kanë patur. Për këtë arsye nuk ka dhe evidenca të qarta dhe të sakta se si ata ushqeheshin. Por duke qenë të orientuar drejt ushqimit shtazor kryesisht, proteinik e tjera, ata nuk kishin probleme me. Nuk ishte rëndësi e vërtet. Duke qenë se nuk kishin evidentuar asnjë gjë në trupin e tyre për keq, nuk ishte arsye pse ti hamendësimet të paktën shkencore thonë që një individ që i përket periudhës paleolitit konsumon mesatarisht rreth 3000 kalori, sigurisht me bazë shtazore. Të gjithë çunat atëherë dhe gocat besoj duhet të kenë qenë fit, të jashtëzakonshëm fizikisht, atlet gjithë, sepse ishte mënyra e jetuarit. Nëse vim në epokën moderne, në vitet 1960, që janë të dhënat e para që kanë statistikisht krahasim me sot, mesatarja e kalorive është ngritur me rreth 500 deri në 700 kalori në mesatare. Njëri i viteve 60 konsumonte 500 deri në 700 kalori më pak. Dhe këtu pastaj më diskuto llojin e kalorive që konsumonin, se besoj se nuk janë të ngjashme. Dokumentimi i Amerikës viteve 60-70, e cila na tregon njerëz me një konstitucion trupor shumë të favorshëm, njerëz të dobët, elegant, dhe krahasoshin fotografitë atyre viteve, 60-70 me mbas viteve 90 dhe veçanërisht vitet 2000. E tuti është një ndryshim jashtëzakonshëm si nata me ditën. Kush është faktori kryesor se nga kjo vuajmë dhe ne shqiptarët? Nuk është koncentrimi i popullsisë nëpër zona urbane, të themi, industrializimi i vendeve,
e të tjerë, por është ndryshimi i strukturës ushqimore, në mënyrë të padiskutuar ndryshimi i strukturës ushqimore. Nëse në ato kohë ushqimi ishte orientuar drejt produkteve shtazore, siç e kemi thënë, mishit, vezëve, perimeve në sasira të vogla, frutave në mënyrën që se kemi përshkruar edhe ne, më parë një sasi fare e vogël karbohidratesh të forta, që konsiderohen këto ushqimet e forta karbohidrative të tipit të dritrave, më vonë veçanërisht me implementimin e piramidës ushqimore, që duhet të thonë, dhe kemi thënë dhe më parë që ka qenë një kompromis politik sesa një vendim shkencor, madje shkencëtarët e ngërkuar për të hartuar piramidën ushqimore dhe sasinë e ushqimeve karbohidrative që do përdoreshin, u intimiduan për të rritur nivelin e porsioneve. Nga 5-6 ata rekomandonin në 9 deri në 11 porcione karbohidratesh në ditë, dhe dihet që implementimi i saj solli më vonë këto pasoja, dhe e parë nga një largësi e tillë, ku mund të bëhet edhe një farë, domethënë është krijuar një sasi e mjaftueshme kohe për të argumentuar në lidhje me çfarë ka ndodhur, mund të themi në mënyrë të padiskutuar që ka qenë një dështim. Dhe sipas informacioneve të fundit, Kennedy po përpiqet në Amerikë, po bën përpjekje për reversimin e piramidës ushqimore. Kjo janë dhënat e fundit. Vërtet. Që Kennedy është në rolin e ministrit të shëndetësisë, në mos gaboj, Make America Healthy Again, patjetër ky është motivi. Dhe ka hapur një fushat për ndryshimin e piramidës ushqimore, duke u bazuar pikërisht në, do thënë, eksperimenti u bë. Eksperimenti dështoi me sukses. Dhe dështoi. Rezultati i eksperimentit është ky që kemi, me këtë lloj sëmundshmërie që kemi, dhe me 2/3 e popullsisë amerikane obeze dhe unhealthy. Me sëmundje kronike. Përpos kësaj ata kishin një fokus Big Foodi dhe Big Pharmas. Përtej saj ata kishin një fokus shumë të madh, sidomos u thequr nga presidenti Trump, me një lloj forme kontrollin, kuptimin e rasteve në rritje të jashtëzakonshme të autizmit. Ata kanë adresuar absolutisht vaksinimin, por në të njëjtën kohë kanë adresuar edhe si faktor kryesor edhe nivelin e lartë karbohidrativ. Po sigurisht, nivelin e lartë karbohidrateve dhe karbohidrateve tepër të përpunuara shumë. Absolutisht. Do thënë, nëse do flisnim për rritjen e kalorazhit, në këto vite që po flasim, mbas viteve 60-70, rritja e kalorazhit kuptohet që ka qenë në mënyrë absolute si rezultat i kalorive të marra nga këto lloj produktesh. Nga produktet nga ushqimet e shpejta, nga fast foodet, ato që konsiderohen si kalori boshe, kalori të cilat thjesht japin një ngarkesë kalorike pa dhënë asnjë element nutritiv. Kalorazh pa asnjë lloj sensi, pa mikroelement, pa asnjë lloj efekti pozitiv në shëndet dhe përkundërzi. Është interesante, një studim thoshte që vitet 1920 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth 70% e kalorazhit vinte nga ushqim shtazor. Gramatura e proteinës për person ishte rreth 135 gram mesatarisht për person. Këtu përfshim gra dhe burra, do thot nivel proteinik mjaft i lartë. Po sigurisht. Ndërkohë që sot gati nivel fitnessi, siç rekomandohet. Ndërkohë që sot flasim rreth 75-80 gram. Që ka rënë dhe niveli pastaj karbohidrateve është trefishuar. Po, dhe proteinat paraqiten si element i rrezikshëm, element i cili mund të shkaktojë dëme. Mund të më japësh një koment, doktor? Shumë njerëz argumentojnë dhe thonë që nuk është problem niveli karbohidrativ. Problemi është që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për shkak të politikave tyre për të prodhuar në sasi shumë të larta, kanë aplikuar themi metoda të ruajtjes, metoda të rritjes, insekticide, pesticide, lloj preparatësh të cilët në një lloj forme kanë modifikuar drithin edhe vetë. Modifikimi i drithit është bërë me metoda të tjera, është bërë në mënyrë laboratorike, nuk diskutohet. Absolutisht, është tjetër gjë. Por këto metodat pra nuk është gruri në vetvete, thotë. Është mënyra se si përpunohet, mënyra se si rritet. Sa dakord jetë kjo? Janë të dyja, është edhe grurin vetvete. Grurin vetvete gjenetikisht nuk është asnjë lloj drithi, nuk është gjenetikisht i njëjtë me atë që ka qenë në vitet 60. 60, 70, 50, 60, 70 nuk është ai lloj. Ata kanë dhe banka ka ndryshuar, domethënë është
absolutisht e vërtetuar që ka ndryshuar struktura gjenetike e dritrave dhe perime e frutave në tërësi, po dritrave që përdoren në mënyrë më ekstensive. Nga ana tjetër, kjo nevojë e madhe e përdorimit e pesticideve është adresuar pikërisht te sasia e madhe e dritrave që kultivohen, duke qenë se është rekomanduar një konsum I tillë I egzageruar, është piramida ushqimore që tham parë. Se ka dhe përfitim, duke qenë se e rekomandon piramida ushqimore një konsum të tillë, detyrimisht do prodhohet një sasi e tillë. Dhe të prodhohet një sasi e tillë do kërkohen edhe metodat për të arritur te rezultati. Interesante. Dhe këtë mund ta shikoni që duke sikur abuzoj, mund ta shikoni është Rotten, një seri dokumentarësh në Netflix, I cili çuditërisht sepse Netflixi nuk është shumë pro këtyre gjërave, po le të themi që është pro disa politikave tjera, por për çudi të madhe Rotten ka një lloj forme dekonspiruar mjaft. Tregon se si në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm, edhe në Kanada, ka një luftë të madhe midis atyre që kontrollojnë varietetet e drithrave, po jo vetëm, varietetet të gjitha perimeve dhe frutave. Këta njerëz në një lloj forme kontrollojnë se çfarë do mbillet, çfarë lloj varieteti, çfarë lloj prodhimtarie dhe çfarë do eventualisht do prodhoj kjo lloj fare që ata mbartin. Nëse ti nuk I bindesh politikave që ata duan, atëherë fillon një luftë e heshtur, jo zyrtare, një luftë e heshtur ku suppliers, pra furnizuesit dhe blerësit nuk orientohen më te ty sepse kontrollohen nga disa politika shumë kontrolluese në Shtetet Bashkuara. Që praktikisht I bie që tregu, sidomos perëndimor, është tërësisht influencuar nga produkti që ata zgjedhin. Po. Dhe që eventualisht ka treguar që nuk është daqë I shëndetshëm. A mendon se është faktor? A mendon se është I faktor I rëndësishëm, doktor, fakti që sidomos vitet 50, 60 dhe 70 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës filloi të ndryshonte mënyra se si jetoi. Nëse familja amerikane ka qenë orientuar të ngrënit brenda shtëpisë, në vitet 50, 60 dhe 70 fillon një politikë e re e të ngrënit, një stil I ri, le të themi një revolucion kulturor, I cili tashmë e nxjerr amerikanin nga të konsumuarit brenda shtëpisë dhe e çon tek chicken fry, tek hamburger, tek ushqimi I përpunuar, tek fast foodi. Sigurisht duke e çuar atje e çon dhe drejt ekspozimit të këtyre produkteve që përmendëm më sipër, tek ekspozimi ndaj drithrave, veçanërisht këtyre drithrave, të cilët erdhën duke u transformuar me kalimin e kohës, ekspozimi ndaj vajrave vegetal, mënyrës së tyre të përpunimit të ushqimeve, një vaj I cili qëndron aty dhe digjet vazhdimisht, kuptohet edhe një herë sikur digjet është I dëmshëm dhe pa u djegur fare, vaj vegetal është një alien për organizmin, është një strukturë aliene për organizmin që jep dëme të jashtëzakonshëm. Imagjino tani që të nështrohet këtyre proceseve të djegjes, shto këtu sasinë e sheqerit të fshet në për gjitha produktet, qoftë edhe tek nën produktet e mishit. Kombinimi të gjithë këtyre faktorëve, kombinimi I karbohidrateve të këqija, kombinimi I karbohidrateve të këqija me yndyrën e keqe, me produktet e përpunuara të mishit, dhe gjithmonë duhet të thënë që gjithmonë kur akuzohet mishi, kihen parasysh këto produktet e përpunuara të tij, por nuk thuhet, kjo nuk thuhet. Dhe lihet në kuptohet që është edhe mishi këtu brenda, gjë që nuk është fare e vërtetë. Ka thënë që mishin vetvete nuk është problemi, është përpunimi I tij dhe ekspozimi I tij në vaj vegetal shoqëruar me jo I mishit, I nën produkteve të mishit, të cilët ndoshta nuk janë fare, nuk kanë lidhje fare me mishin, Pse o doktor? Tani burgeri ç'a është? Mishi gri, nuk është burgeri. Apo mos është ndonjë gjë tjetër? Burger. Varet çka ka, shikoj, duhet të kesh gjithmonë dyshim tek Unë dyshoj se është mish ai. Duhet të kesh gjithmonë dyshim tek një gjë që nuk është Në fillim mund të ketë qenë, po më tej ka treguar që janë këto 27. Fillimisht edhe për shembull marrim McDonald'sin, mënyra se si përgatitesh ushqimet McDonald's ka qenë ndryshe, Për shembull ato patatet nuk skuqeshin në vaj, po skuqeshin në dhjam. Në struktura në yndyrë shtazore. Mënyrat kanë qenë më healthy dhe buga, ai bani, ajo paninja ka qenë ndryshe, nuk ka qenë këtij stili që po tani është industrializuar që është çdo gjë është transformuar dhe paralelisht me këtë është transformuar dhe shëndeti I njerëzve. Kuptohet dhe këtë e tregon realiteti, nuk ka nevojë fare që
Megjithëse ishte tek McDonald's dhe tek French fries dhe nuk do zgjatem shumë, po e bëj thjesht një parantezë të vogël. McDonald's dhe mëtej dhe shumë kompani të tjera zgjodhin një varietet caktuar patate. Është fakt shumë interesant. Ishte një varietet patate I cili I nxirrte në dimensionet që ata kërkonin, sepse ata filluan e industrializuan atë gjën. Por kjo patatja kishte në vetvete probleme. Nuk e mbaj mend eksaktësisht se cili ishte problemi I saj, por kishte një lloj mutacioni dhe ekspozoi ndaj një lloj sëmundje që praktikisht ishte shumë toksike. Disa vite më vonë e tërhoqën, por pastaj dolen me një akuzë tjetër që nuk ishte më patate. Do të thënë, pretendonte se ishte patate, por ishte një mix nisë shteje me disa komponentë tjerë. Nuk ishte më patate ajo që hani. Pastaj u ekspozua edhe ajo, derisa nxjerrin vazhdimisht metoda dhe stile të reja të se si të minimizojnë koston dhe të rrisin shijen. Dhe produkti më I keq në mënyrë absolute është që e nisëm ta përmendim pak më parë është starchi. Nisë shteja e cila futet gjithandej sepse është një produkt I cili I jep konsistencë ushqimit. Ai jep konsistencë, qoftë edhe tek burgerat që theti. Po. Është pa diskutuar që ka niseshte brenda. Po nuk diskutoj. Dhe niseshte industriale. Qoftë buka në çdo lloj produkti, veçanërisht produktet e konfeksionuara, si të ëmbla ashtu të kripura, madje edhe në formulat e fëmijëve. Në qumshin e fëmijëve. Po, në formulat në formulat e bebeve, në formulat e bebeve duhet të jenë produktet më të kontrolluara. Supozohet të jenë. Po, starchi futet për t'i dhënë konsistencë, për t'i dhënë masë produktit. Dhe është nga produktet më Dëgjoj ti. Ti ta dëgjosh. Që jep formulë. Është një nga produktet më të tmerrshme që ekzistojnë, që ka një indeks glikemik të paparë dhe jep një stres organizmit. Nuk e dija që arrinin, domethënë, dija kisha dëgjuar që qumshi formul ishte thjesht qumësh lope me ca, edhe jo gjithmonë qumësh lope cilësor, por nuk e dija që vendoseshin edhe që supozohet se wow. Nëse më trembe këtu, ti duhet të trembesh I pari. Okej. Pra praktikisht kemi një revolucion që vjen si pasojë e piramidës ushqimore dhe politikave që janë aplikuar për shkak të interesave ekonomik. Sigurisht. Kemi një revolucion të mënyrës se si ushqen njerëzit, dalin nga shtëpia dhe fillojnë të hanë jashtë shtëpisë. Në Shqipëri ende mundohemi të ruajmë atë traditën e të ngrënit brenda shtëpisë, edhe pse abuzojmë shpesh do thoja me bukën, me sasinë e karbohidrateve që marrim, që ti thua mund të jetë pasojë mbas edhe komunizmit. Teperica me se nuk mund të hash 6-8 bukë me një gjell, të merresh gjysmë buke. Dhe për të pyetur për realitetin shqiptar, sigurisht njerëzit ekspozohen me ritmin e jetës moderne, duhet të jetojnë jashtë shtëpisë dhe duhet të ushqehen jashtë. Për një njeri që jeton jashtë shtëpie, për te gjelltoreve që sigurisht e dihet që do hash një gjë që ngjan me atë të shtëpisë, duke vënë gjithmonë në pikpyetje cilësinë e vajit me cilin është gatuar. Po struktura është e ngjashme. Por vaji mos ketë asnjë dyshim që është e padiskutuar që me vaj ulliri dhe gjalp e vërtet nuk gatuhet në asnjë vend. Shoh në restorantin më të shtrenjtë, kështu që këtë lloj pretendimi duhet ta nuk e dia duhet të etiketoj realist apo fatalist në këtë gjë, po që dakor, po është çështje kostosh, nuk e di është e kushtueshme të gatuash me vaj ulliri realisht. Ose e vaj ullirit pastër ekstra të virgjër. Por kemi dhe alternativat pastaj të ngrënit në kompanitë të cilat na janë prezantuar nga jashtë, na kanë ardhur si module të gatshme. Nëse do ishe jashtë personalisht nuk do haja në një gjelltore, cilën do zgjidhje si ushqim fast më të shëndetshëm. Më ka ndodhur, për shembull, nëse shkon në një fast food, mund të marrësh vetëm atë hamburgerin me pjesën e perimeve, ose me një djath kombinuar të tjerë dhe të marrësh vetëm pjesën e mishit. Po, pjesën e mishit dhe të shmangësh pjesën e patateve dhe të bukës. Nuk do fokusuar. Po futet aty do t'i hash. Nëse s'do futesh aty, do më sugjeroj diçka tjetër tipi të haja një grill, të haja një Po, patjetër. Qofte. Më mirë qofte zgari se sa. Po, dhe qoftet varet se si janë bërë, se mund të jetë me shumë bukë, mund të jetë më tepër bukë se sa mish tani. Në qoftja meriton notën 10, në qoftë se është e bërë vetëm me mish, është e bërë në mënyrën e dur. Ndërsa me këto metodat e tjera ti nuk dhe është një produkt i abuzuar, sepse ti nuk e shikon realisht çfarë ka brenda.
përgjithsisht gjitha produktet të cilat ti nuk e shikon çfarë kanë brenda. Mirë, ajo është. Janë produkte të abuzuara. Nëse nuk ke një besim. Nëse do shkoja për shembull në një nga këto zgarat që bën mish në hell për shembull ose në një kokë. Patjetër. Më mirë se çdo gjë tjetër thua. Absolutisht po. Ajo është alternativa. Pra paçe? Po, patjetër, paçe do ishte perfekte. Okej. Ishte perfekte, është shoqëruar me perime, ndoshta nëse do diçka më tepër. Ose një sallatë. Me një djath të mirë, do ishte diçka një zgjedhje e jashtëzakonshme. Dhe 9 feta bukë, shikon ai qesh. E kupton tani? Ja ku e ke zotrin në studio. Sa i the paçe shoqëruar pa bukë, qeshi. Pse qesh? Shiko, ka një problem që njerëzit, duke qenë se nuk realizojnë dot, nuk janë të dhënë mbas ushqimeve proteinike dhe rendin mbas ushqimeve karbohidrative, për këtë fakt hanë gjithë ditën për të përmbushur nevojat me proteina, sepse organizmi është një fakt që organizmi kërkon primarisht proteinat. Dhe nëse e plotson nevojën me proteina, ndihet i ngopur, ka disa mekanizma që sinjalizojnë ngopjen dhe nuk kërkon më ushqim. Nëse ti e nis ditën me ushqime karbohidrative, ti rend vazhdimisht mbas ushqimit për plotësuar sasinë me proteina ditore, të cilën ndoshta nuk arrin ta plotësosh asnjëherë. Nëse do ushqehesh me proteina, organizmi sinjalizohet për ta ndërprerë ushqyerjen. Interesante kjo. Dhe ngrënia e karbohidrateve bën që ti të rendesh vazhdimisht në kërkim të proteinës, dhe fakt ti nuk e di që po rend në drejtim proteinës, por ti faktikisht rend në drejtim të kërkimit të proteinës. Dhe në momentin që ti e zauron sasinë e proteinës të duhur, atje ndërpritet edhe dëshira për të ngrënë. Kështu që pse mos ta plotësojmë këtë kënaqësi të organizmit me proteinë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe primarisht, dhe vetë fjala proteinë vjen proto, greqisht e para, primare. Kjo është e thot vetë fjala. Fjala dhe interesante, është shumë interesante. Nuk e dija që plotësojmë primarisht nevojën me proteina, nuk kemi më nevojë të hamë. Shumë interesante. Nëse unë personalisht po bëj kot tani aktrim, unë e di që në momentin që ha ushqim që është i lartë në proteina, absolutisht ka më pak nevojë. Kjo është dhe një nga arsyet pse Vince Gironda ju rekomandonte personave që merreshin me fitness ose atletëve që ta hanin vetëm mish dhe vezë, sepse ishte i sigurt që ata nuk do hanin një sasi të egzageruar mishit dhe vezësh. Pse do ngopesh? Po. Për duke plotësuar proteinë. Hanin sa doni, nuk ka problem. Doktor, ne kemi dëgjuar vazhdimisht le themi nutricionist modern që ndërtojnë ato pjatat e tyre që janë kombinime mishi, salmoni, pjata moderne që nuk i përkasin, po themi, traditës tonë të gatimit, as të lashtës, po as modernes. A mund më japësh për ta u bërë publikut mase më praktike, të dalim pak nga analiza në nivel qelizor që ke qef të ndrysh vërtet thellë, po ta bëjmë më të thjesht këtë puntat sotme. Nëse do t'jepja disa pjate që janë të përhapura që i bëjnë nënat, mamat tona, cilat do inkorporoje dhe çfarë notë do t'jepje secilës dhe cilat do përjashtoje ose do t'jepje një notë shumë të ulët. Atëherë, specat mbushura me oriz, i vendos në dietë apo i eliminon? Po, në mënyrë okazionale, po. Nota? Në mënyrë okazionale, po. Midis 5-sh dhe 6-s 5.5. Hajde, po ta bëjmë qefin ta. Nëse sasia e orizit do ishte fare e ulët dhe sasia e mishit do ishte më e lartë, do ishte okay, do të rrisje notën. Okay, e ke problemin të orizit pra. Patlıxhan të mbushur. Do të thënë të mbushur të themi me çik mish? Po, me mish patjetër. Me mish do ishte më mirë. Megjithatë, Imam Bayaldi. Receta origjinale kam përshtypjen që nuk e përmban mishin. Është pa mish receta origjinale? Nuk e di ta them, nuk e di. Unë Imam Bayaldin gjithmonë ose kam përshtypjen që është receta, megjithatë pak rëndësi ka, ne mund ta bëjmë si duam. Po në dorë kemi normalisht. 8? Po. 8. Pul me pilaf. 8 për faktin që nuk jam shumë i bindur për patlıxhanin, në mënyrë për faktin se ka disa efekte proinflamator si edhe kur e fut në krip se e bëjnë atë. Jo, ka disa arsye të tjera. Okej. Dakor, nuk po hym gjatë se e duam kështu për Instagram këtë. Pul me pilaf. 5 është 5 për shkak pilafit, është kombinimi protein karbohidrat i lartë. Për shkak pilafit, por edhe për shkak të pulës, nëse nuk është organike,
pul bio. Sepse pula, e kemi thënë dhe më parë, në ndryshim nga viçi, delia, dhia, që mund të jenë të rritura edhe me ushqime të tjera, jo organike të mirëfillta, ka një problematik për shkak të mënyrës se si është ndërtuar sistemi digestiv. Me një stomak, pula. Me një stomak. Dhe nuk arrin dot i përpunoj ushqimet e këqija. Atëre pulën ta bëjmë me diçka tjetër, me perime. Po, me perime. Atëre vetë nota 10, sidomos kur është pul fshati. Po, pul fshati është 10 pa diskutim. 10 pa diskutim. Okej. Presh me mish. Presh me mish nuk ka shoh në një arsye pse mos jetë 10-a. 10 presh me mish. 90-10-s. Jep një dorë dorëkite. 10. Preshi me mish. Je pro preshit. Po. Okej, mrekulli. Çfarë do lloj mishi edhe der? Jo, mish i derit hyn te kategoria e pulës, siç e tham. Është me një stomak. Atëherë duhet të jetë der fshati. Der organik që është merrsisht e vështirë ta gjesh, Okej. E heqim. Qinj, kec ose viç. Presh me mish 10. Mbani mend këtë, do ta kemi apo s'është edhe sezon preshi tani. Grosh, thjerza, familje këtyre? Po, këto për gjithë ato arsye që më parë, te teta mendoj do ishin perfekt. Tet. Mish. Tet, kur them tet, kam parasysh dhe frekuencën, ëh. Domethënë që përdoren rrallë, jo. E qartë. Mish qingjin në furr? 10 për diskutim. 10. Po me patate? Me patate. Se do ta hash mish. Na ul patate ai shumë? Patate po ul patate, ul sigurisht. Mish helli 10. Mish qingji 10, domethënë çfarë është mish në furr shumë? Okej, me patate? Me patate ulet pak 8. Na le 8. Okej. 8. Aman, jo shumë patate. Turli me mish. 9, 10. 9 ose 10. Patjetër, e kuptuam logjikën tani doktorit. E kuptoni ku e ka. Se shiko, turlia varet edhe çfarë. Po të ketë 20 kg patate turli, e kuptova. Bamje me mish? Bamje 10. 10. Bamje me mish, ama receta e babait tim që e do aq shumë. Superime me mish 10, 9, 10. Po, patjetër. 10. Tav kosi, doktor. Tav kosi dhe tava kosi do ishte 8, 9, nëse ka një sasi të vogël orizi ose patate, varet se si. Nuk e oriz ka, çik oriz ka, jo, s'ka, kos dhe çik oriz. Te 9, na jep bëu çik më tolerant, doktor. Tav dheu. Tav dheu 10 më? 10. Pa diskutim. 10. Fërgesa? Fërgesa 9. 9. Jemi okay. Paçe, doktor. Paçe 10. 10 paçe. Ka rëndësia është kokë këmbësh? Si vlerë nutritive flas, jo si shije ose plënt, mund të jetë. Shko, si vlerë nutritive, kolagjeni prodhohet më tepër nga strukturat e këtyre, por kjo ajo varet, është pak e vështirë në shije, në të ngrënë, Jo, ka pak rëndësi nutritiv. Jo, si nutricion sigurisht 10. Bishtaja, doktor. Bishtajat. Barbunja i thonë ju. Po, kam parasysh. Bishtajat dhe bishtajat janë te 9-10. Bravo. Spinaq. Se kanë çuditërisht kanë shumë pak karbohidrate, kanë vlera shumë të nutritive dhe karbohidrate. Po spinaqi, doktor? Spinaqi nëse është organik 10. Nëse është organik 10. Nëse është organik. Dakor. Doktor, tranaja. Po si organik, për mendimin tim, koca dash. Po ku ta gjesh organik? Nuk gjen organik. Harroje. Nuk gjen organik spinaq, ku do ta marrësh? Bëj vetëm një fshatari, po kam dëgjuar që fshatarët abuzojnë më shumë se tranaja. Se di, nuk hyn fare në ato konfiguracionet e mia, por me sa di unë ajo fermentohet. Dhe fakti që fermentohet mund t'i shtoj vlera, dhe si ushqim është kuptohet që është tërheqës i shishishëm, ne po flasim për vlerat. Buç më tolerant, doktor. Na jep një 6, mos ta hamë për 6 na edhe. Sidomos kur e bën me vaj ulliri dhe djath, të bardhë dhije. A mo çka koska, jo të grur, fermentim ka. Atëherë do arrisim vlerat do ja çonim, po. Po, e çojmë dhe 7 po duhesh. Japrakët, doktor. Japrak. Të bërë me çfarë? Po japrakët ne çfarë bëjmë oriz, i bëjmë edhe ka dhe pa oriz, ka dhe me mish që bëhen në një mënyrë fantastike, me mish 10, me oriz te 8, themi. Okej. Dakor, ti dini vet, vendosi. Nëse hoqim këtë, jahnia, doktor? Jahnia që bëhet me mish, me qep, me lëng kështu. Po përveç faktit që ajo ka dhe miell, dhe në shik, po mund të ketë shumë ajo, se mund bëhet me një lugë ose dy lugë miell, e cila rrit shumë sasinë e miellit. Nëse bëhet pa miell është 10, por nëse bëhet pa miell e bëjmë në shtëpi. Bëhet edhe pa miell jahnia, mund t'ju tregoj si recetë, po doni më të kontaktoni. Byreku, doktor, me shije dhe forma të ndryshme. Shija është maksimale, kurse
Okej. Të zgjash maksimal. Këto të gjashta. Të gjashta. Po. Edhe kur është byrek, është brumi, është peta. Dakor. 6 byreku. Lakra të egra me vaj ulliri 10 nuk diskutohet. Pastiqo doktor 4-5. Qofte shtëpie doktor? 10, në qoftë se janë bëra ashtu siç thash. Mish viçi, për shembull 10. Taf peshku me perime 10. Çfarë diskutojmë? Turshia doktor? Edhe turshis 10 do i bie. 10 turshis. Por gjithmonë me metoda artizanale, ëh. Jemi dakord, doktor, i tham. Si do ta përgatitet. Ti gjithë ju që ndiqni rrjetin podcast, doktor mos jep shumë informacione se të gjithë që doni të shikoni më shumë, i gjeni tek video plot në YouTube, makarona me mish, doktor, makarona spaghetti, në tërësi makaronat. Në qoftë se i zien për shembull janë makarona të mira. Kisha ndonjë konsiderat. S'ka. Tek 4-5. 4-5. Nuk ka rëndësi fare ç'a makarona është. Jo. 4-5. Kukureci doktor? Kukureci pse mos ka 10? Pse mos ketë çka ka? Zor ka pjesë kështu. Mira, mëlçira të brendshme. Vetëm kuptohet që të përbrendshmet, veçanërisht mëlçia duhet konsumuar në mënyrë si sasi flas, edhe si frekuencë, jo shpesh, për shkak disa elementeve që përmban. Kështu është një super ushqim, por 2 herë në javë? Bëhet 3, pse? Nuk ka njeri më shumë se 2 herë në javë mëlçi doktor. Okej, po truri doktor, koka është e mirë? Po, sigurisht. Shumë e mirë. Është e vërtet ajo legjenda për shkakun kur ishim të vegjël thoshin mos ha tru se të bën dëm kur je i vogël apo donin ta hanin vet ata. Ka qenë legjendë në Shqipëri, nuk na jepnin. Të ka ndodhur? E ke dëgjuar. Është e vërtet. Pra nuk ka asnjë lloj problemi për fëmijët, se mund të ketë njerëz që akoma besojnë që truri mund të jetë. Asnjë gjë. Mrekulli. Besoj se kemi bërë një kalim kështu më të butë sot, doktor, më pak klinicist, po themi si rast. Unë personalisht e shijova shumë, se isha më në gjendje të dialogoja me ty. Zakonisht herët e tjera jam thjesht dëgjues. Megjithatë të falenderoj shumë edhe sot. Besoj se këshillat janë shumë e vlerë. Duhet të falenderojmë gjithashtu Flexin, por e kujtoj edhe një herë që Flexi përveç palestrës Flex disponon edhe një tani po e disponon sepse sa është hapur një ambient të ri, cilin mund të gjeni shërbime si pilates, si crossfit dhe spinning, ambiente fantastike, të cilat janë bërë me veglat e fundit. Është një super ambient ku brenda ti ndodhet tashmë edhe Flex Kitchen, që mund të stërviteni dhe mund të ushqeni po brenda të njëjtit ambient. E sigurisht ofron dhe saun, që saunën do ta përmendim në episodet e radhës, që ka një efekt i jashtëzakonshëm tek trupi i njeriu. Thënë gjitha kjo, ju falenderoj edhe juve që na ndiqni, mos harroni të na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Active na gjeni lehtësisht në Instagram, TikTok, Facebook dhe sigurisht na ndiqni edhe në YouTube. Mos harroni, në qoftë se keni pyetje, në qoftë se keni ndonjë kurreshtje për diçka që ne themi, jeni të lirë të komentoni dhe pyetjet dhe komentet më pikante në puntatën e radhës premtojmë që do t'i diskutojmë me doktorin, do t'i dedikojmë një hapësirë që t'i zgjidhim kuriozitetet që ju keni ose kundërshtimet që mund të kenë njerëzit. Faleminderit dhe miru takofshim puntatën e radhës.